Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 dhe paralelisht jemi për gjithë udhëtarët edhe live në Radio News 24. Ditën e sotme do të flasim për një grua 65 vjeçare nga qyteti i Vlorës, që së bashku me dy djemtë e saj binjak 27 vjeçar është përzënë me forcë nga banesa e saj. Konfliktin e ka me djalin e xhaxhait dhe debati ka agravuar edhe në dhunë fizike dhe verbale. Edhe pse zonja i është drejtuar disa herë gjykatës, nuk ka gjetur zgjidhje, ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, e cila ndodhet në qytetin bregdetar të Vlorës së bashku me zonjën 65 vjeçe. Fillimisht inserti. Historia që do trajtohet ditën e sotme ka të bëjë me një grua të moshuar nga Vlora, e cila ka kërkuar ndihmën e redaksisë për të kërkuar të drejtën e saj. E moshuara Rofensë është nxjerrë jashtë nga banesa me forcë, pasi konflikti me djalin e xhaxhait e ka çuar në këtë gjendje. Ajo pohon se shtëpia ku jetonte është e saj, por djali i xhaxhait pretendon se ajo shtëpi është e tij. Konflikti ka agravuar deri në debate fizike e verbale. E moshuara Rofensë është nënë e dy djemve dhe së bashku të tre kanë mbetur në qiell të hapur. Ndiqni rrëfimin. Mbasi se ertit, jemi drejt për së drejti në studio, përballë me ndodhet psikologu në klinik, Eduard Tafa, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se qeta. Të dy së bashku do të lidhemi drejt për së drejti me kryeredaktorin e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Kmataj, e cila ndodhet në qytetin bregdetar të Vlorës, në qytetin e saj. Anila, përshëndetje. Sërish përshëndetje dhe sëftuar në studio. Siç e thatë edhe ju pak më parë, unë jam në qytetin e Vlorës, kam ardhur këtu në orët e para të mëngjesit. Dhe jam së bashku me 65 vjeçaren, zonjën Parime Nanta, e cila është nënë e dy fëmijëve binjak, dy djemë nga 27 vjeç, por që për një periudhë kohë shumë të gjatë, gjyqesh, betejat, konfliktesh fizike dhe verbale me djalin e xhaxhait të saj është në qiell të hapur. Ajo jeton jashtë banesës së saj. Unë ju kam sjell në kohë planet e banesës, u duket qartë që dera është kyçur në oborrin e jashtëm të banesës është vendosur një portë e re, e cila është e kyçur dhe zonja me forcë nga djali i xhaxhait nuk lejohet që të hyjë në banesën e saj. Ka shumë kohë që jeton tek shtëpia e njerëzve të afërm të saj, sepse ajo vetë pohon, ju shikoni që në tavolinë kanë një sër dokumentash dhe dosjesh të cilat kanë vazhduar ndër vitin nga betejat ligjore që zonja Parime ka zhvilluar e vetme tashmë, sepse prej 20 vitesh ajo është e divorcuar nga bashkëshorti i saj, ku rrëfen një jetë shumë të vështirë, konfliktuale, jo vetëm me djalin e xhaxhait, por me një divorc dhe me një martesë të dështuar prej 20 vitesh, edhe pse u mundua që të hapte derën, jo vetëm për të zhvilluar jetën e saj, por për ta vendosur dhe bashkëshortin dhe për të ndërtuar një jetë në banesën që ata i dhuroi babai i saj. Dhe kjo banesë në të cilën është nisur dhe vazhdon të jetë ky konflikt është një banesë e trashëguar nga babai i zonjës Parime. Djali i xhaxhait pretendon se xhaxhai i tij, pra babai i Parimes, ja ka lënë trashëgimin atij dhe jo vajzës së tij. Dhe në fakt zonja Parime tregon se ka edhe 4 motra të tjera dhe vllai që i ka ndëruar jetë, pra janë 6 fëmijë, nuk ka kurse si një logjik se si babai mund të lindë trashëgimi pronën e tij 160 metra katror, t'ia lindë nipit të tij, djalit të vllait dhe jo familjarëve të tij apo fëmijëve të tij. Në fakt, pyetur, zonja Parime tregon se ky konflikt ka agravuar deri në dhunë fizike, është nxjerrë me forcë, është dhunuar, është rrequr zbarr, është me një sër betejash e vetme me një rrugë të fortë ligjore, e pa mbrojtur nga askush dhe me një kushte ekonomike shumë të vështira. Të flesh në këto temperatura kaq të larta jashtë banesës tënde dhe të jenë ndjerë të gjitha plaçkat që dispononte shtëpia në rrugë, ju i pat besoj dhe jeni duke i parë këto plane, sopamje, në zonjën e ka për jashtë. Anila, sa ko ka zonja Parime së bashku me dy djemt që flë jashtë? Na trego pak për mënyrën se si është nxjerr jashtë. Çfarë të ka treguar ty dhe më pas pyesim vetë zonjën?
E di që nuk keni mundësi që ta bëni këtë bisedë të gjatë me zonjën Parime, sepse unë e kam folur gjatë me të dhe kam diskutuar, ajo ka më shumë se 1 muaj që ndodhet jashtë banesës. Po dua të theksoj dhe diçka para se të kaloni tek biseda me zonjën Parime, që jam munduar të marr disa intervista nga banorët të cilët fqinjet në zonjën Parime, të cilët nën heshtje dhe jashtë kamerave pohojnë që kjo banesë është e zonjës Parime që nga viti 1955 kur familja e saj me origjinë nga Gjirokastra ka mbritur në qytetin e Vlorës dhe ka zhvilluar jetën dhe ka ndërtuar jetën këtu, ata e pohojnë këtë gjë që kjo banesë është e zonjës dhe në këtë banesë është parë historikisht të jetojë familja e saj dhe kjo vetë me bashortin dhe fëmijët, por nuk pranojnë të dalin në kamera ta japin këtë dëshmi live për arsye sepse ne kemi parë vis që për fat keq në Shqipëri situata të tilla pronësore, konflikte të tilla mes vllazërisë dhe familjeve kanë agravuar deri në atë pikë derisa kemi pasur dhe humbje jetë. Dhe pikërisht për këtë kam pritur në qytetin e Vlorës që të japim sa më shumë ndihmën tonë si emision për të sheshuar këtë konflikt dhe për të orientuar sa më saktë zonjën Parime se si mund ta ndjejë këtë ligjërisht duke disponuar dokumentat që nga akti i trashëgimisë e i durimit të pronës nga IATI dhe deri tek hallkat e fundit të zhvillimit të seancave gjyqësore që kanë ndodhur vite me radhë dhe muaj me radhë. Ndërkohë, Anila, të lutem, a ke mundur që për te i banorëve të kishe një komunikim, sepse unë e di që ke tentuar edhe me djalin e Xhaxhaj që të kemi dhe zërin tjetër se si mund të nxirret një zonjë 65 vjeçe së bashku me djemt jashtë shtëpisë të trashëguar nga babai. Patjetër që do të tentojmë sërish dhe do të provojmë që të lidhemi sepse kjo është traditë dhe emisionit me zemër të hapur që ne dëgjojmë të gjitha palët dhe jo vetëm një palë, por në këtë rast ne jemi duke i dhënë mundësinë dhe hapësirën televizive zonjës Parime të shpreh ato çfarë ajo ka bashkë me dokumentat që ne kemi në dorë dhe pastaj do ta ndjekim hap pas hapi sepse unë këtu do të jem në qytetin e Vlorës edhe pas transmetimit e emisionit do të kërkoj të lidhem me djalin e Xhaxhajt, zonjës i cili është një burr në moshë, është 60 vjeç dhe ai babai i 2 fëmijëve, i cili nuk jeton në qytetin e Vlorës, por jeton jashtë kufive shqiptar. E ka ndërtuar jetën e emigrimit, por shpeshherë vjen dhe ka krijuar një lloj terrori dhe një lloj situate frike tek zonja Parime si e vetme që është dhe për të theksuar këtu distancimin që bën zonja Parime dhe këtu unë e vlerësoj jashtëzakonisht për të mbajtur larg kësaj historie dhe këtij konflikti fizik, djemtë e saj 27 vjeçar, të cilët nuk janë agravuar dhe nuk janë bërë pjesë e kësaj historie të paktën fizikisht për të krijuar dhe ngjarje të cilat janë pa precedenta dhe pastaj përfundojnë. Mirë, kush ka qenë reagimi i institucioneve, por sidomos edhe atyre dokumentave të gjykatës, do ke mundësi pas pak Anil të lidhemi bashkë, pasi ke shumë për të më thënë nga ato dokumenta, sepse është një çështje që ka shkuar në gjyqësor prej 20 vitesh, një konflikt, por që fatkeqësisht përpara një muaji zonja në këto temperatura të larta së bashku me djemt është në qelë të hapur. Dua të më kalosh zonjën Parime në këto momente për të kuptuar nga zonja edhe divorcin e vështirë dhe jetën e vështirë që ajo ka pasur. Përshëndetje zonja Parime. Në radhë partë falenderoj që je drejtuar redaksisë emisionit me zemër të hapur, prej një muaji je në qelë të hapur së bashku me djemt. Si është situata në këto temperatura të larta? Shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Çfarë bën gjatë ditës? Ku rri? Ku ha? Ku vishesh? Ku pi? Ku shumë e në shtëpi, vetë jo mipi, jo moca, jo mbesa, jo. Ku lahesh? Ku lahesh? Po janë për ta njerëzit shkelin. E vështirë shumë e vështirë të madhe. Po nevoja tuaja personale së bashku me djemt, ku i realizon? Po janë për njerëzit tanë. Njerëzit të një njeri, njerëzit të tjetëri, që do bëjmë? E kuptoj. Çfarë ka ndodhur përpara një muaj? Si ka mundësi se ju keni 20 vite me këtë konflikt? Po. Ara një muaj, da vjen për mbarimi, Këtim Koqia dhe Dalan Dalipi, bashkë me një inspektor, Sajmir Mezinin, 2 policë të rajonit, edhe bashkë me këtë djalin e Xhaxhajt, futen me forcë në shtëpi, pa na pyetur fare, na marrin zvarë të dy, djali ishte shtrirë se ishte i smur, unë më marrin atë do pjej lasë të zvencionin, më marrin më qenë në spital. Më marrin më ora shpandimja. Isa datë pilat e pastajnë. Tini për jashtë. Më qenë në spital dhe më rinë 6 policë të koka. Më bajnë ati një 3-4 orë, jeni një morë në qonë e pra nga në dorë, para shaka, në dorë pa shaka, me qorape, edhe qonë në komisariat në Paraburgim. Qa kishë bërë djallit që të në Paraburgim, a ishte i smoj qëtëri. Ma ka bërë dyrë të djallit të dyrë. Një terrori pa parë është pa ta policia gjë.
Na kanë trajtuar tamam sikur jemi armiq, dhe jo sikur jemi qytetarë. Zonja Parime, më vjen keq për situatën që ka ndodhur, por duhet ju bëj disa pyetje se përmbarimi nuk vjen në këtë formë tek qytetari. A ju kishe dërguar disa shkresa që ju të bënë lirimin e banesës vullnetarisht? Si? Është një vendimi 2007-ës, nga një gjyqtare që ka rozhuar vetingu, dhe më duket që data 26 dhjetor, që administrata e ka pasur pushim se ankesat e fund vitit, si mund të merret një vendim i tillë, dhe pastaj mbështet shoqja e saj Albana Selmanaj, e ka ndonë përmbarim. Ja, është vendimi e 26/6/2025. Po. Kjo datë ka të pushimit për administratë. Tani si është marrë ky vendim, është marrë me gjykat, është marrë në një lokal, si është marrë ky vendim? Të dihet. Dakor, është një vendim i marrë në rrugë abuzive, unë këtë gjë e kuptoj sidomos në një ditë pushimi. Ju bëra një tjetër pyetje. Përmbarimi dërgon disa shkresa tek qytetari të bëj lirimin dhe dorëzimin e sendit vullnetarisht. Juve ju kanë ardhur këto shkresa? Po, nga kanë ardhur shkresa, neve dhe gjithmonë kemi refuzuar, pa ta nuk duan dinë. Nuk duan dinë pare që janë refuzuar, e ka shkelur me dhjetë. Dhe gjithmonë kem ka marrë të bashkë avokat që këto i shtyjet që vendim për shkak se në datën 30 qershor është një ditë. Dhe në datën 3 korit, prapë një ditë tjetër, është vendosur në afat që nga ka dalë pas 6 muajve. E qartë që ju jeni në procese gjyqësore të vazhdueshme dhe po tregon seancat gjyqësore që keni në fund të qershorit edhe në fillim të korrikut. Por pyetja ime është ndryshe, keni bërë sigurimin e padisju, çfarë do të thotë? Pra, edhe pse është bërë sigurimi padisje të mos preket prona deri në marrjen e një vendimi të formës së prerë, përsëri zyra përmbarimore ka ardhur në këtë lloj forme tek ty. Shumë të vëshme. Në mënyrë shumë nga ka nekë të dvarë. Zonja Parime, le ta nisim duke të bërë pyetjen e origjinës së kësaj prone. Kjo është një pronë e blerë nga babai juaj në vitin 1955? Po. Është pronë e babai, jemi lerë rritur, jemi 5.000 ka vdekur djalë. A i ta ka lënë pronën ty, apo ja ka lënë djalit Xhaxhait? Jo, s'ka shansë që ka lënë djalit Xhaxhait, a i ka 5 fëmijë, sot ja lënë djalit Xhaxhait. Ty tash ka bërë fortifikime, ka bërë gjatë prona, ka gjatë e vërimit të ka falur ati. Këto janë gjëra që nuk i pranon logjika. A është e vërtet që babai juaj i ka falur këtë pronë nipit të tij? Jo, s'ka, nuk ka. Na i thanë edhe në atuneve, në komisariat. Zonja Parime, po ai... A i ka ta bërë para të madhe në thane, ka bërë falsifikime, sepse do të në fillime do të me i testament, vjasë të gjyshin, e o kështë e rëmë tyre. Po gjyshin të në falvet, dhita shkima në skëndim. Gjyshin i dhikë në 70-ën, do ajo testamenti doli në 90-ën. Do me që doli i papsa i dokument, të një hidhe të kontat e vërimit. Zonja Parime, është një konflikt 20 vjeçar me djalin e Xhaxhait. Ai ka paraqitur një dokument dhurimi të babait tuaj ndaj nipit, që është vetë ai në gjykat dhe prandaj jeni në gjykat juve. Sa ai nuk mund ta pretendoj kot. Mund të jeti falsifikuar apo jo, kjo është tjetër gjë. Jo, është flasim me dokumenta. Ajo është çdo gjë është e regjistruar, nuk ai ka bërë të gjitha, ai ka falsifikime. Janë falsa të gjitha. Prandaj kur bëm gjykim në datën 17 mars, ja ka kaluar prokurorisë për goditje falsifitetit, se do në gjitha dokumentat do në falso. Edhe pse dokumentat janë falso, Anila më tregoi pak më përpara edhe vendimin e një dite pushimit të 2025-ës. Ka qenë ditë pushimi dhe është marrë një vendim. Çfarë thuhet në atë vendim për ta kuptuar më qartë? Në atë vendim se të shu, që prona të kaloj trashmitarve, jo trashmitari, se të shkuj vetë një trashmitari gjyshit, i pronës i gjyshit. Ne jemi gjithë një prizembesa trashmitarë. Dhe këtë testament nuk ishte qekur, me gjithë shkët qekur, se ka procedurat, edhe këtë tashi e ka hequr këtë, edhe ka dhe me pretendimin se kontate e vërimit më ka dhurua mua a i Xhaxhait. Qa gjëra që nuk e di se... Mirë, unë do doja të dilja pak tek marrëdhënia jote me babain, a ka folur babai për para se të ndronte jetë me 5 fëmijët e tij. Nuk kemi pas marrëdhënie të mira, kishte sikur kemi qenë fëmijët, nuk kemi pas marrëdhënie, babai nuk i donte këtë. Po si ka mundësi kur keni pasur marrëdhënie kaq konfliktuale që në kohën e babait, si ka mundësi që babai ja dha këtij nipi me cilin kishte konflikte? Jo, ka mundësi.
Kjo që gënjeshtër e madhe, nuk e pranon asnjë këtë gënjeshtër. Megjithatë janë fakte, janë të regjistruara që në 96 që ka dalë. I kemi bërë gjyqin e ka marrë dokumentin e... E vis kemi kontratë durimi, këtu dhe këtu duket qartë kontrata e durimit që babai dhe nëna e zonjës ja kanë dhuruar zonjës shtëpinë banesën. Vëllezërit dhe motrat e zonjës Parime, a kanë pretendime në lidhje me tokën se mund t'jenë ata? Nuk kanë asnjë lloj pretendimi. Nuk kanë pretendime, asë vëllezërit s'ka motra kanë. Nuk kanë pretendime. Nuk kanë pretendime motrat e tuaja. Zonja Parime, atëherë duke qenë se prindrit ta kanë dhuruar ty, kush ka qenë arsyeja që ata ta kanë dhuruar duke përjashtuar 4 motrat e tua? Sepse unë ndënja me plec. I ka shërbyer unë edhe babai që u paralizua dhe mamaja që vojti. I ka shërbyer unë që shërbon, nuk kanë qenë motrat e tyre. Dhe kur kanë ndruar jetë prindrit e tu në qoftë se më lejohet? Babai im ka ndruar jetë në 98-ën. Në 98-ën. Mamaja në 2021. 2021. Megjithatë ti ke pasur një jetë të vështirë dhe ke shkuar për të pleqëruar prindrit e tu së bashku edhe me djemt. Unë kam sakrifikuar diçka vetëm për ata të dy. Që kur ke qenë e vogël dhe deri më sot që i 65 vjeçe, ti më thua që marrëdhëniet e familjes tënde, të babait dhe nënës së ndjer, 4 motrave dhe ty, 5 nuk kanë qenë të mira me pjesën tjetër të familjes Xhaxhait. Nuk kemi kaluar. Po pse kjo marrëdhënie ka qenë nder edhe e prindërve të tu me vëllezërit? Nuk e donin, të dy vëllezërit nuk e donin njëri tjetrin. Nuk e donte ai, pa babai ka qenë urtë. Ai ka qenë njëri që pinte, edhe vetëm shef donte. Shiko, ju keni ardhur në vitin 1955 të mos gaboj në qytetin e Vlorës. Kush ka ardhur në Vlorë? Gjyshi jot? Ka ardhur babai im me gjyshin, edhe blem të pronën, e unë dam dysh. Ti këtu. Ai ka portë më janë, unë ka portë më janë. Pra, ai e ka pjesën e vet takuese, po do dhe pjesën tënde. Ai nuk e ka, ti ka jetuar vllai i vogël, ai ka vdekur. Ky jeton te fabrika Orizit, ka marrë, ja ka dhënë që punë me, ka dhënë një para fabrikate. E kuptoj. Nuk ka lidhje fare me këtë pronë, ti futet kot në këtë muhabet. Ka bërë sa lekë nga Italia dhe vjen tash në pronë trua, do të bëj 3-4. Ai nuk jeton aty, ë? Ai nuk jeton aty, jeton në Itali. Ai jeton në Itali, ka derë hyrjen te fabrika Orizit. Tu futet kot. Pra, ai kërkon të bëjë një ndërtim aty, dhe kërkon të përzë ty bashkë me djemt. E kuptova. Vetëm vjen. Dhe paguan. Qartë. Kam paguar sa djeli 5 milion, sa kam për dokumentat. Për çfarë ke paguar për të marrë shtëpinë e një njeriu të pafajshëm? Për çfarë ka paguar 5 milion? Mos e marrësh me këta njerëz. E gjithë... Po nëse më lejon se unë jam duke lexuar këtë kontratën e durimit të banesës, që është mbajtur me datë 27/6/1996 në praninë të noteres, zonjës me inicialet XL, e cila thot se janë paraqitur së bashku me zonjën Meto Nanza, është babai i ndjeri zonjës, edhe vetë zonja e cila Parime Nanza, ku rrëfen gjithçka se çfarë kanë zhvilluar atë ditë në këtë kontratë durimi. Pra këtu po e qartë që zoti Meto i ndjer ja ka bërë durim banesën e tij vajzës së tij, dhe këtu tregon se dhuruesi Meto Nanza, duke patur në pronësi si mbas vërtetimit të shkresës kaq dhe aq 14/12/1995, një banesë të përbërë prej një dhome, një kuzhinë, një verande, depo, banje, konstruksion mur druri, si që kanë quajtur asaj kohe, mbuluar me tjegua dhe një sipërfaqe prej 16 metra shkatror që kufizohet me disa personazhe të tjerë. Pra këtu është e qartë durimi i banesës, metrat katror dhe si ka qenë asaj kohe banesa. Bëhet fjalë për një kontratë durimi në vitin 1996. Pra në qershor, 27 qershor 96. Qartë. Nila, faleminderit që i lexove këtë dokument, edhe pse është shumë teknik për gjithë ata që na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë, të jesh në konflikt me djalin e Xhaxhait që konsiderohet si vllai yt, atëherë ky është një problem shumë shqetësues normalisht në gjithë të vite tranzicioni të shoqërisë shqiptare. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare të parën dhe rikthehemi në pjesën e dytë për të kuptuar më shumë nga jeta e vështirë e kësaj 65
25 vjeçare me një divorc shumë konfliktual, por edhe për mënyrën se si ajo pretendon që djali i Xhaxhait e ka agravuar debatin jo vetëm duke i rrëmbyer padrejtisht të pronën mes gënjeshtrave dhe falsifikimeve, por edhe në një dhunë të fortë fizike dhe psikologjike. Të gjitha këto menjëherë vetëm pas pak. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të lidhur live drejt për së drejti me Vlorën, aty ku ndodhet kryeredaktore e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe 65 vjeçarja që së bashku me 2 djemtë e saj Binjak 27 vjeçar për një muaj në këto temperatura të larta është në qelë të hapur pasi djali i Xhaxhait jo vetëm që ka një pretendim i cili tashmë nëpërmjet dokumentacioneve të dhëna deri në këto momente në studion e emisionit Me Zemër të Hapur favorizojnë zonjën, është e kuptueshme që nga viti 1955 siç flasin edhe banorët e zonës jashtë kamerave për Anila Akmataj, për kolegen time, që kjo familje është këputur nga qyteti Gjirokastrës në Vlorë, është një shtëpi dhe një pronë që është bler nga gjyshi dhe babai i zonjës Parime, dhe ndërkohë vëllezërit ndahen, pra babai i djalit të Xhaxhait që pretendon se është pronë e tij dhe nuk kanë pasur marrëdhënie të mira prej shumë vitesh. Ndërkohë që zonja Parime divorcohet nga bashkëshorti dhe së bashku me djemt, shkon dhe pleqëron nënën dhe babain. Ky i fundit ka vdekur në vitin 1998, ndërsa nëna në vitin 2021, dhe për këtë shkak ata ja dhurojnë normalisht të dakorsuar edhe me 4 vajzat e tjera për shkak të përkujdeses që zonja ka bërë dhe për shkak se ishte kthyer në derën e babait mbas divorcit të vështirë, të gjithë pronën zonjës Parime. Por djali i Xhaxhait çuditërisht pretendon, edhe pse s'ka pasur marrëdhënie të mira me babain e zonjës Parime, me Xhaxhain e tij, pretendon se prona i është dhunuar pikërisht nga i moshuari i cili ka ndruar jetë në vitin 1998. Shkojmë për të folur me zonjën Parime në lidhje me divorcin e saj të vështirë. Zonja Parime, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Shiko, ajo që tha Anila në pjesën e parë dhe në prezantimin që bëri përkundrejt historisë tënde është shumë e kuptueshme. Ke mbajtur djemtë e tu, 27 vjeçar, Binjak, djem, jashtë këtij konflikti. Për këtë unë të përgëzoj. Ti ata djemi ke rritur me shumë sakrifica. Kur je martuar ti, zonja Parime? Unë jam martuar në 96-ën. Në 96-ën? Po, në ndorë 96-ën. Pas ke qenë pak e madhe në mosh, apo jo? Po e madhe isha, e madhe. E madhe. Pse në këtë mosh u martove dhe çfarë ndodhi me martesën tënde? E mora burin në shtëpinë time, unë s'kam lëviz nga aty linda, urita, u martova, kam dalë në pension, kam 2 vjetë, unë nuk kam lëviz nga ajo shtëpi. E kuptoj. Pra, po? Putet ky ishte për çan martesën tonë, ky ka qenë shkaku. Djali i Xhaxhait. Po, po. Po pse si e martuar ti, me dashuri apo me mblesëri? Jo, me mblesëri. Kush ta ka bërë burrin? Një shoqe ngushtë. Dhe djali i Xhaxhait futi hundët në martesën tënde, po më thua. Agravon aq shumë situata se ne u ndam. Po pse? Sepse i thoshte që e vinte në rrugë, mos ik më atje se ajo është prona jonë. Se ç'lidhje kishte martesa ime me pronën, nuk e marr veshun. Nga ishte babai i 2 djemve të tu, se tani edhe të djali Xhaxhait të dalin në rrugë. Ai ka që 2 fëmijë. Ai e gjeti ndoshta ai gjeti të urtë se të gjenë njerëz të urtë që bëjnë shurse, po të gjente në një tjetër, në një trim, nuk e bën atë gjë, ke shfrik, ai nuk i shfrik. Zonja Parime, të pyesim, sa e vështirë është të jetosh me burrin dhe me prindrit njëkohësisht, por të sjellësh në jetë dhe 2 fëmijë? E vështirë. Tashi ato kushte kisha, unë isha më të pavla, unë nuk mund t'i vija të një vetëm. E kuptova, vetëm duhet më thuash diçka, pse ka qenë një divorc i dhunshëm? Çfarë ka ndodhur me divorcin tënd? Jo, i dhunshëm. Ne u ndam me gjyq, nuk do ande muhabet, ja kishte. Po djemt sa vjeç ishin? Nuk donte. Fëmijët ishin të vegjël, ishin në klasë parë. A e kërkonin ato babain e tyre? Po dhe e kërkonin. A i ka në ruajtur djemt marrëdhëniet me babain? Njëri po, njëri i ruan marrëdhëniet. Po çaj tjetri ishte gjithmonë. Mbasi vendosi gjykata për divorcin tuaj, ti si nënë vetme besoj se ke pasur shumë të vështirë për t'i rritur djemt. Vetë i kam rritur, vetë burre, vetë grua. A i ka paguar zotëria detyrimet ushqimore?
U caktua një ashtu, pa ishte pa punë, u caktua një pension ushqimor dhe ai ishte pa punë, nuk dashin. Pra ai nuk i ka paguar kur detyrimet ushqimore? Jo, jam përballur vetëm me gjitha shpenzimet, me ndihmën e njerëzve të mi. Kur ishim djemtë e vegjël, i takonte zotria babai, i takonte vinte? I shikonte në rrugë kur diljon me ta. Shiko, për t'i parë në rrugë është tjetër gjë, por për të ardhur dhe për t'i takuar siç ka vendosur gjykata është tjetër gjë. I takonte në rrugë, por te shtëpia nuk vinte ai, vinte te shtëpia. Dhe ti thua se vetëm njëri nga djemt ka një marrëdhënie të mirë me babain, apo jo? Vete, ai bëhet me njerëzit. Ku jeton ish bashorti yt tashmë? Ish bashorti im jeton Çoli. A është rimartuar përsëri? Jo, nuk është martuar. Nuk është martuar. Pra djemt mund të shkojnë lirshëm tek babai? Jo, nuk ka. Kam se vjen ata nuk e njohin me fjalë, nuk ka ndonjë dashuri për të se nuk i ka nisur, ai ka qenë ndan. E kuptoj. A mund të më thuash pse njëri nga djemt bëhet me babain dhe djali tjetër jo? Tani ka pak vite që bëhet, donte të bësh me njerëzit. Po tjetri, binjaku tjetër pse nuk kërkon? Jo, ai nuk është përgjigjur, ne thotë edhe që është mi të rejtë. Zonja Parime, do doja të dija diçka tjetër në këtë situatë të vështirë që janë temperaturat shumë të larta, sidomos në Vlorë, që ju jeni në qelë të hapur, që çdo gjë personale të hani, të pini, të lajni, të shplajni, nevoja tuaja i kryeni tek njerëzit. A ju është gjendur pranë babai i dy djemve? Jo. Nuk na është gjendur pranë, ai e di situatën që ti jemi, nuk na është gjendur pranë, jo. Shiko, dua të rikthehemi edhe tek situata e përpara një muaji ku zyra përmbarimore ka ardhur dhunshëm në banesën tuaj, ju ka ndërguar me njërë në spital, kam pasur 6 policë si për kokës më theti mua? 6 policë më lëvinë, unë të përkoja djeli, ta shkuma të djeli. Me iku djeli me qorape, nuk e lanë të vishtë e shtakka. Djali ka bërë rezistencë për të dalë nga banesa? Jo, ai nuk dihet, ai shumë ju. Ai ishte i smur, bile ishte shtri. Ata e kapën nga krave në zorën i burën pranga dhe quan direkt në para burgim. Më quan spital. E lanë të lirë këtë, edhe Facion Kaplani, fushkun e tia, që më kanë hequr flashkën, ka shkullur dyër, dritare, kanë vënë port, mi port atje me qinë. Derisa mbaruan punë ata, neve ishim në komisariat, i ka nga spitali unë, vajta në komisariat prisja djeli. Ati nga u komunikua që a i ka bërë falsifikime, ka paguar parat madhe, dhe kontrat e dhurimi që të ndene ka edhun biletën. Ati e morën vesh gjithë të historisë. O zonja Parime, unë një gjë nuk kuptoj, po si ka mundësi ti mësosh gjithë të gjëra dhe gjithë të padrejtësi që po të bojnë ty dhe ti nuk e guxim të hysh brënda? Unë jam drejtuar gjykatës. Më falë, po të hysh brënda ti çfarë ndodh? Po të hysh brënda? Më thanë mua, mos fut brënda, më thanë mua se do të arrestojnë. Të më arrestoni, thashë të futem shpinë time që kam dëtuar me djersa, djersa e gjellë dhe të viteve. Si mund të më lërë ma shumur? Mi plashka që iku. Plashka shpishu se ka zonë shlive, nuk bënë ma, nuk është të më brënda. Po mos të më lënë dhe mua të futem brënda. Ka shkullu garde, e ka bërë një vitëmer, ku du që ka bërë atë? Më falë, ju jeni drejtuar gjykatës, por derisa të vendosi gjykata për ju, ai ndoshta ju ka shkatruar edhe shtëpinë. Japim pamje të regjia, ka disa pamje. Vetëm ulet, se ka shkullu dyja dritare, i kanë dhjetë për jashtë të gjitha. Ja pamje që në afron regjia në këto momente, janë pamje të cilat i ka marrë paraditën e sot me krye redaktoria e emisionit me zemër të hapur Anila Akmataj, pra gjithë shka duket që është shkatruar dhe ndërkohë kur të vendosi gjykata rifutjen tënde së bashku me djemt në banes, aty mund të jetë shkatruar gjithë shka dhe mund të jetë bërë një dëm i jashtëzakonshëm për te edhe situatës së rrugës që ndodhesh bashkë me djemt. Po djemt si shprehen në lidhje me këtë situatë të rëndë që po ndodh me një? Në depresion, nuk i shqetësoj fare, sepse janë shumë të shqetësuar. Nuk mund t'ja rëndoj më trullin, nuk e hapë fare këtë temë. Ishte me rini se do t'i ka marru për kisa gjira, mos me një pjesë. E kuptoj. Mirë, e kuptueshme situata, zonja Parime, ndërkohë që mund të lidhem edhe me kryeredaktoren e emisionit, Anila më dëgjon, ke diçka tjetër për të shtuar? Po, dëgjoj të e lash pak zonjën që të shprehë, se faktikisht edhe biseduan pak kur ishim tek ambientit e banesës, edhe është vërtet për të ardhur keq në fakt, sepse është një zonjë shumë e urtë, shumë fisnike, e qetë, e transmeton edhe këtë në pak minuta sa mund të takosh, dhe faktikisht ajo nuk ka tentuar të hyjë në banesën e saj, sepse siç e shikoni dhe nga pamjet, aty ndodhet një portë ngjyrë gri, e cila është një portë e re e vendosur përpara portës, e cila
ka qenë e pozicionuar historikisht tek banesa e zonjës. Fakti që ndronë që zonjën do strehohet edhe pak kotek njerëzit e saj, familjarët e saj, po nuk është një njeri, janë 3, janë 2 djemtë dhe është dhe zonja. Dhe në fakt është dhe ajo shqiptise që tha pak më parë që plaçkat, të gjitha orendit e shtëpisë kanë dalë jashtë, dhe në fakt ato kanë dalë jashtë përdorimit, sepse nuk kanë qenë orendit cilat mund të kenë qenë të cilësisë të mirë, po kanë vite që kanë qenë brenda asaj banese, dhe normalisht kanë dalë jashtë funksionit, kështu që të paktën zonja më shprehu të strehohej brenda banesës. Duhet të them çka tjetër e vise. Këtu tek ambientet ku ne kemi qëndruar tashmë që bëjmë këtë lidhje të drejtë për drejtë me ju, janë të cilët e njohin zonjën Parime, sa e parën e përshëndetëm dhe tha çfarë ka ndodhur, çfarë ka, sepse zonja Parime në gjithë këtë zonën e bashkisë së qytetit Florës është një zonë e cila ka punuar një jetë të tërë dhe e ka nxjerrë gjithë fitimet e saj të jetës me shumë sakrificë, me shumë mund, dhe më ka treguar që bashorti i saj është bërë pjesë e familjes së saj, sepse zonja Parime nuk ka shkuar siç e do tradita e nuses që shkon tek bashorti te shtëpia e bashortit, por ai ka ardhur tek shtëpia e zonjës. Pikërisht ndoshta ky ka qenë edhe le të themi ajo frika që e ka stepur atë ish bashortin e zonjës që është larguar nga banesa, pra është kërcënuar nga kushuriri i pari i zonjës, i cili ka thënë çdo ti në banesën tonë. Pra djali Xhaxhait jo vetëm që i shkatroi familjen, por tashmë e nxori edhe jashtë së bashku edhe me djemtë. E ndori jashtë dhe është faktikisht vërtet është situatë që nuk është dimër, por është verë dhe është kaq nxehtë sa që nuk mund të qëndrosh jashtë. Nga shtëpia e zonjës dhe deri këtu në ambientet ku kemi ardhur, zonja ka mbritur në këmbë që ne kemi takuar, kemi gjetur vendin ku të bëjmë këtë lidhje të drejtë për drejtë, dhe normalisht në një situatë të tillë ka hapur 2 herë ilaçe deri tani, sepse mosha vuan nga një sër shqetësimesh shëndetësore dhe nuk punon dot në këtë moshë, që është edhe normalisht i duhet që të kërkoj drejtësi nëpërmjet institucioneve zyrtare, ligjore, siç është gjykata, por duke e ditur që tashmë edhe, le të themi, gjykata e Vlorës është transferuar në një qytet tjetër dhe këtu zgjidhen çështje të cilat nuk i përkasin, nuk janë të gjitha çështjet që mund të ketë zonja që mund të zgjidhen në gjykatën e Vlorës. Duhet që të shkoj punëtoj në Lushnjë që të marrë vesh se çfarë ndodh dhe si zhvillohen. Por i duhet dhe një avokat që do të thotë që zonja nuk ka kushte për të marrë një avokat. Dhe normalisht shoh që është bërë më e trajnuar se sa një avokat për shkak të viteve që ka me këtë çështje. Pra një e mirë. Pra situata është shumë e vështirë, Nila. Në fakt këto temperatura të larta për zonjën dhe për djemtë është shumë e vështirë sepse ju ishit vetë në terren, Anil, në këto temperatura të larta së bashku dhe me Ardit Zotajn me regjizorin. Prandaj, duke qenë se ne kemi një punë, por nuk e kemi të përditshme për qenë në terren, imagjinoj që zonja për një muaj qëndron qoftë në temperatura të larta, qoftë edhe në rebeshe shiu, siç ndodh her pas here. Mirë, Nila, më duhet po. Do të mundohem të lidhem pak me zyrën e përmbarimit, ajo zyrë e cila ka mbritur në banesën e zonjës dhe ka bërë gjithë këtë le të themi terror, siç thot zonja, do mundohem të kontaktoj me ta, të shkoj të takoj, të marr një informacion se çfarë ka ndodhur, në cilën pikë janë dhe pse është bërë kjo pamje dhe kjo situatë, qoftë dhe tek fshinjët e zonjës, sepse edhe ata i pash shumë të terrorizuar, shumë të friksuar, saqë një nga zonjat e fshinja aty afër më tha që të keq nëna, të lutem mos më ngatro me këtë histori, tha se ti e di shumë mirë, tha që njerëzit sot vrasin tha për një fjalë goje. E qartë. Pra do të thotë që kemi të bëjmë me një person i cili ushtron terror në zonë edhe ndaj vajzës së Xhaxhait, por ironia është që kjo bisedë po zhvillohet shumë pranë Bashkisë së Vlorës, besoj se do kesh kontakte edhe me ta, apo jo? Patjetër, do kem kontakte vish, do mundohem të lidhem me gjithë përveç se institucionit siç është gjykata, sepse nuk mund t'i drejtohem gjykatës, por do të mundohem të lidhem me këto instancat e tjera të cilat kanë qenë pjesëmarrëse edhe me inspektorin e zonës, lagjes ku jeton zonja, do të mundohem të lidhem që të marr një informacion paraprak se çfarë ka ndodhur dhe deri në çfarë pike jemi aktualisht. Vetëm mbi të gjitha na duhet djali i Xhaxhait, duam edhe versionin e palës tjetër për të kuptuar më qartë. Nga rrëfimi i zonjës Parime ne pam 2 standarde që vjen dhunshëm zyra përmbarimore, por ndërkohë i është thënë që djali i Xhaxhait ka falsifikuar gjithçka dhe nuk po kuptojmë se çfarë po ndodh.
paktën 65 vjeçare së bashku me 2 djemë binjak është në qelë të hapur. Më duhet të kaloj përpara publicitetit të dytë shumë pak me psikologun klinik, sepse pjesa e tretë do merret me detaje në komentet dhe në diskutimet për ta shtjelluar më tepër këtë histori reale që vjen drejt për së drejti nga terreni në studion e emisionit Me zemër të hapur. Edi, çfarë të bëri më tepër përshtypje në këtë histori? Ndoshta shkurtimisht përpara se dalim në hapësirën. Ajo që do themi është se kemi thyer ato bazat familjare, ato bazat e gjëra që normalisht tradita jone ka majtur shumë forta. Pra marrëdhënie shumë forta brenda familjes, brenda farefisit, pra ajo pema farefisnore genealogjike, e cila ka funksionuar jashtëzakonisht shumë mirë, ndoshta deri në fund të shekullit kaluar. Por ky tranzicion apo nga kolektivizmi në individualizëm normalisht ka zhvilluar më tepër edhe qasjen e interesave më tepër personale. Ajo që dëgjojmë nga zonja faktikisht është e trisht, sepse kanë jetuar në të njëjtën shtëpi, në të njëjtën, po themi, në të njëjtin mur të gjithë bashkë, dhe ka ardhur një moment i caktuar që është dashur që kjo banesë të marrë një lloj autorësie, një lloj pronësie. Dhe kjo pastaj është bërë një burim konflikti, i cili nuk kanë arritur të ta menaxhojnë, nuk kanë arritur të ta zgjidhin, pra mënyra e komunikimit nuk ka qenë aq efektive për të arritur për t'i dhënë secilit atë pjesën e duhur. Por njëkohësisht duhet të fokusohemi pak, sepse prona është sa identitet kulturor për një familje, por është edhe një proces i gjatë për arsye sepse sa më shumë persona dhe antarë të jenë të përfshirë, aq më tepër edhe aq më vështirë dhe më problematike mund të jetë edhe zgjidhja e saj. Sepse secili në momentet caktuar, për shkak të ndryshimit të jetesës, për shkak të ndryshimeve sociale, për shkak të emigrimit, kjo ka bërë më pas që kërkesat të jenë pak më të pavarura. Sepse sa më larg të jenë personat apo distancuar, sidomos edhe në rastin e zonjës ku zhëndarja nga bashkëshortja ajo është tërhequr, disa persona nuk jetojnë më, pra që mund të kenë qenë persona që në një farë mënyrë mund të jepin një shtys për ta arritur dhe për ta zgjidhur këtë çështje. Brezat e ri që kanë ardhur duke mos njohur pak edhe ato marrëdhëniet e mëparshme kanë bërë këtë mbivendosjen duke parë gjithmonë në planet shumë individuale dhe kërkesat e tyre më pas kalojnë dhe eskalojnë edhe më tej, ndoshta edhe më tepër kufirit siç duhet. Dhe prandaj që shkojnë çështjet në gjykat, sepse nuk ka vullnet për të zgjidhur personalisht, shkojnë në gjykat, gjykata do marrë kohën e vet, është një proces, ka procedurat e veta dhe normalisht kur nuk merr zgjidhje në këtë formë, shkon deri në përbarimin gjyqësor më pas. Megjithatë, ne shikojmë zonjën që ju komentoni dhe ndërkohë ju lutem regjia mund të ma fusni edhe zonjën preket nga fjalët e tua. Ne pam në pamjet ofruara simbolim nga kryeredaktori i emisionit Me zemër të hapur me aq mundësi sa kishte për të marrë pamjet nga vendi ku ka banuar, ne shikojmë që orën ditë të shikosh mundin e një sakrificë të prindërve të tu, të djemve të tu, edhe të tuat vetë, të katandisen atë deregje, i bie Edi që ti shikon se si të shkatrohet jeta përpara syve të tu. Ju lutem më lidhni me Vlorën, regjia. Është në një moment jashtëzakonisht shumë të vështirë, sepse për vetë faktin që problematika të tilla apo konfliktet të tilla të cilat kanë qenë me sa dëgjuam ka 20 vite që vazhdojnë konfliktet e tilla, pra dhe për 20 vite nuk është arritur dot që të gjendet një mënyrë pra ose një negociat për të arritur për ta zgjidhur problematikën e tyre. Por ama 20 vite dytërimisht kanë dhe ndikime dhe pasojë të tjera, sepse të jesh në një konflikt pronësie, pra nuk është thjesht një çështje vetëm ligjore, është një çështje sa mendore dhe emocionale, sepse një person që gjendet në këtë çështje duke ditur që mund të riskohet prona, pra i vendi ku janë rritur, kanë jetuar, ka bashkëjetuar me fëmijët, kanë kujtimet, ka gjithçka, se mbi të gjitha prona nuk është diçka e pakët në ditët e sotme. Do krijojë një stres shumë të fortë, një stres të zgjatur, një stres kronik, stresi më pas do sjellë dhe po themi pasojat e tjera të veta, sepse për shkak të këtij stresi do ndikojnë edhe sistemet të tjera brenda sferës emocionale të personit. Pra do ndikohet gjumi, që është një element kryesor, do ndikohet pjesa ushqimore për shkak të pjesës ekonomike. Do ndikohet gjendja e saj emocionale, që normalisht nëse nuk vazhdon të gjej, po them, kohën e rikuperimit, kohën e qetësisë, na çon në pasojë të tjera të cilat dhe mund të rriten. Pastaj ju preket për shemb dhe vapa, që është një element tjetër në ditët e sotme, që vapa shpesh herë bën ato që ne themi rrit ato, po them, neurotransmetuesit kryesorë, siç është për shemb kortizoli, po kortizoli nuk është vetëm një rritje momentale, po bën personin që në situata të tilla të ketë shpërthime më të forta, pra të zemërimit, të impulsivit, të agresivitetit, të cilët janë emocionet që duhet mbajtur brenda në kontroll. Sepse po shkojmë drejt asaj pjese që të dy palët pavarësisht se janë në çështje gjykate dhe gjykata pra operon me letra dhe normalisht në bazë të dokumentacioneve përkatëse,
Por ama po shkon asaj drejt konfrontimit, siç dëgjuam kanë patur edhe konfrontim me njëri tjetrin, që është mirë që kjo gjë mos të arrijë të skalojë deri në këto limite, sepse detyrimisht merr disa forma tjera që më pas, domethënë mund sjellin pasoja dhe fatalitete më të mëdha për të dyja palët. Megjithatë, zonja vuante nga tensioni, siç tha her pas here edhe Anila, edhe përgjatë kësaj interviste, është në efektin e medikamenteve për qenë fort edhe për transmetuar gjithçka në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Do të mundohemi që në pjesën e tretë të kemi dhe zonjën në një ekran të ndarë në dysh në splitter për të bërë edhe ti pyetje të duhura në lidhje me gjithçka që kemi trajtuar ditën e sotme. Publiciteti i dytë dhe rikthehemi në studio. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit, po diskutojmë me psikologun ton klinik që kjo situatë ka ngarkuar emocionalisht, se gjatë komentit të Eduard Tafaj të psikologut ton të ftuarit për ditën e sotme, shikoja her pas here zonjën Parime, por edhe gjatë hapësirës publicitare që ishte tejet emocionuar dhe dua të shkoj tek zonja Parime në këto momente. Zonja Parime, më dëgjon? Po, të dëgjoj. E shikoj që je përlotur, prekesh vazhdimisht e kësa komenton edhe psikologu klinik. Nuk e di, çfarë ndjen në këto momente që ne flasim dhe mundohemi që në përmjet komenteve tona të ndihmojmë sa do pak edhe ty? Jam e të shtuar, jam për fëmijët të thonë, po jo për vetëm. Vetëm për fëmijët. Vetëm për fëmijët. Ti thej që këtë bisedë me djemt nuk e hap, apo jo? Nuk ka ashtu, dua që të qetësoj, se ata e kanë trojtë ngarkuar, ta në që ngarkuar dhe unë, ka të mbajtoj tyre. Ku e shikon ti që ata janë të ngarkuar? Çfarë thonë ata në lidhje me situatën? Agravojnë, në qenë shtetë, në vipotën, nuk kanë, janë të më situar, ju prish qetësia. Në prish qetësia, jo vetëm tyre, po dhe mua. Ata punojnë mund duket, apo jo? Po, punojnë. Një pjesë të ditës të paktën e kalojnë me punë, por kur kthehen në darkë që s'kan ku shkojnë? Po, në ashtë nuk atë vetë bëjnë asgjë për e gjerë mbyllën edhe vete, ata ka nevojë të një psikolog. E qartë. Ndërkohë ka ndërprer ushimin, po gjumin gjatë natës si e bëjnë? Edhe gjumin a shumë rrinë disa e natën, dali për jashtë. Kur do të kthehemi në shtëpi mëson? Të thonë ty? Nuk të ndihen rehat në shtëpi e botit. Nuk jam mësuar atë, dargojnë nga shtëpi. Zonja Parime, ke kërkuar ndihmë tek Bashkia e Vlorës për punonjë sociale ose për psikolog? 2 muaj do të ndihmoj dhe pastaj habita duart. Unë do të kthehem në shtëpi, nuk do të ndihmë në shtëpi. Më fal, Unë do të kthehem çfarë? ku e dini, po jo, e qartë, por kjo çështje i takon gjykatës tashmë dhe duhet ta zgjidhë gjykata edhe me këto ritme të avashta të gjykatës. Por dëmi ju është bërë në shtëpi, por edhe emocionalisht paktën djemt nuk ndjehen mirë. Pavarësisht se ti i shmangesh këtij diskutimi, unë mendoj që shmangja do na e thot psikologu. Po pse mendon ti se Bashkia e Vlorës 2 muaj do të ndihmoj dhe më pas nuk do të ndihmoj më? Ashtu sa. Vetëm 2 muaj do të japim ndihmë, tepër pastaj nuk të japim ndihmë. Edhe kush ta tha këtë gjë ty? Ma ka thënë një drita, një. Çfarë funksioni ka zonja Drita në Bashkinë e Vlorës? Ajo merret me këto socialet. E kuptova. Megjithatë, djem kur kthehen nga puna, zonja Parime? Për një ditë në mbasdite, punon në një hotel, ai tjetri ka ikur që në vjen skret në orën 6:00. 6:00, dhe në ato pak orë sa i mbetet për qëndruar në shtëpi dhe për të shplodhur, ti thua nuk ushqen dhe nuk flën. Largojnë, ata nuk rinë në shtëpi, largojnë. Ai që është para ditë për të ditën nisën dhe punë. Vjen vetëm sa drekën dhe ishte prapë punë. Po kur ishit në shtëpinë tuaj, largoheshin djemt gjatë orës? Jo, nuk largoheshin, ata ishin aty. Më thuaj pa, kur largohen ku shkojnë? Të njoftojnë kur largohen ku shkojnë? Erë njoftojnë e mos psikologa e dimnesën. Edhe nuk do t'i kjo, se shikoj që janë të rënduar në psikologjisht. A ke frikë se gjatë momentit që ata largohen, mund të kenë ndërmend diçka? Po, kam frikë. Shiko, personi që jeton në Itali dhe është djali xhaxhait tuaj, momentalisht ndodhet në Shqipëri apo në Itali? Në Itali, vjen këtu, vjen në muaj, merr përmbarrushat, merr policinë, ai bie. A ke frikë se djemt mund të përballen me të? Po frikë kam, se dhe burimi ka një limit, ka një profit, frikën e kam. Sa do të dojë ata, janë çuna, rriten, janë të vrarë shpitërisht.
Shiko, Zunja Parime, po më tregonte Anila që ka folur me disa banorë. Pse banorët e zonës e kam frikë djalin e Xhaxhait me cilin ju keni konflikt? Pse? Janë të pleksu me fushira, janë... Janë të... Sepse kërë shkutia, qeri, ju eshim të dyja të bashku. Ada i ka e kërë plashkën e ka shkurë të bjerë gjitare janë bërë të dyjtë. Pasion Kapsani ka indëfim të paleje. Kërë që në të naljes, i me polisat, i dëmë në rati dhe i bini tekne të devur. Për marusin a karve i ditë ta, bashkë me polisat e zonë. E qartë. Shiko, po, orendit e shpis në i pam, je munduar, do me thënë, t'i hedhësh ndonjë qarqaf, sipër, ndonjë pëllur, për t'i ruajtur. Po, plasmas, po. Po, plaçkat e trupit, arritët i mernit, keni roba. I ke marë. Edhe djemë t'i kanë marë? Robat e dimit janë aty në përshqytarë. E kuptoj. Mirë, dua t'ja kaloj fjallën psikologut klinik për t'a vazhduar mëtej komentin e ti, por të lutem, Regjia, ma mbani në spliter edhe zonjën. Edi, situata shumë e rëndë, djemët nga djemë që rini në shpi, sepse punojnë deri në orën 6-7 në basdite, tani dalin dhe nuk dihet se ku shkojnë dhe nëna është në merak se mos përballën me personin me cilin kanë konflikt. Tani, nëse kjo ka marrë këtë lloj premase, patjetër që duhet të sqaruar dhe me organet kompetente për arsye se duhet shpangur, domethënë, eventet e tyre që mund vinë më pas. Pra, mund të ketë, ndoshta mund të jetë një risk i shtuar edhe për përplasje midis tyre, sepse këtë nuk arrin dot ta parashikosh. Sepse nuk dihet kur vendi, momenti, nxitja, po them unë, atakimi që mund të kenë me njëri tjetrin, sadopak këto gjëra që ndodhen edhe në periferitë e vogla, ose po themun ato lagje që janë ngacmimet, po themun pasive, apo njerëzit që flasin, mund të irritohet situata dhe mund të gjendet në një moment që ndoshta duhet shmangur. Por një element që mund do të thoja që është shumë e rëndësishme edhe për ato që na dëgjojnë, sepse kulturalisht shpesh prindërit, edhe kur kanë një shtëpi, po edhe kur kanë pak më gjërë, pra disa prona tjera, e shmangin gjithmonë bisedën brenda familjes, sidomos edhe me fëmijët apo me anëtarët e tjerë, pra këtë ndarjen e pasurisë, sepse mendojnë që duke e deklaruar ose duke lënë një testament, dhe pse janë të ri, testamenti është diçka që detyrimisht është diçka po themu në Europën perëndimore është diçka tepër normale. Pra e shikojnë se mund të përçahen me njëri tjetrin, por praktikisht kjo fshehje do krijojë një mosbesim në vijimin e viteve, sepse do vi një moment që do rriten brezat, do rriten fëmijët, do bëhen të pavarur, do marrin jurisdiksionin personal të tyre, do vi një moment për të kërkuar të drejtën e tyre dhe drejtën e pronës. Edhe në momentin që më pas do fillojnë të ndahen, detyrimisht kjo do krijojë një lloj mosbalance dhe një lloj disekuilibri brenda familjes. Sepse në një moment kur të vinë të ndahen, kur ata fillojnë të fejojnë dhe martohen, ecuria e tyre jetësore është ndryshe nga njëri tjetri. Dikush mund të ketë ecur pak më tepër, ekonomikisht mund të jetë më i fuqizuar dhe dikush jo. Dhe shpesh herë familja favorizon gjithmonë personin që është më pak i, domethënë, në atë fuqinë ekonomike apo në rrethanat e momentit. Dhe shpesh herë kjo krijon edhe mosbalancat me njëri tjetrin. Kjo shërben jo vetëm për familjet e vogla me anëtarët e familjes, po edhe me familje që janë më të mëdha ku jetojnë, si në rastin e fjalë, për shemb që kanë jetuar me çuna xhaja ose gjyshër, pra familje të mëdha. Zonja Parime akuzon edhe për shkaktar të divorcit, që i dilte përpara bashortit tim, thotë, sepse ai jetonte në shtëpinë e të prindërve të mi. E gjeti një person të urtë, thotë bashortin tim, duke i thënë që hiq dorë nga gjithçka. Po, pa jo heqja dorë, pra nuk është thjesht një vullnet individual dhe verbal. Heqja dorë bëhet me anë të një dokumentacioni, pra me një prokurim të përgjithshëm që normalisht firmos me, po them, me vullnetin e tij lirë për të hequr dorë. Nëse ajo ka ndodhur, pra dhe ka marrë të drejtat e bashortit zonjës, detyrimisht ai ka çuar në gjykatë dhe ajo e mbështet jashtëzakonisht dosjen e tij për të privatësuar më pas. Edi, asnjëherë nuk e kam kuptuar në shoqërinë shqiptare dhe në mentalitetin dhe kulturën tonë që një djalë xhaxhai konsiderohet si vëlla, sidomos për këto zonja që s'kan pasur vëlla dhe djali xhaxhai të bëhet vëlla. Të shkohet dhe të thuhet, dëgjoj, unë kam një dokument që babai yt, edhe pse ne s'kemi pasur marrëdhënie të mira së bashku, më ka lënë një dokument dhe të gjehet fillimisht përpara se të shkohet në gjykatë ose të merret edhe mendimi i një ndërmjetësi apo një avokati për të dyja palët të ulen të diskutojnë si njerëz. Pse nuk ndodh kjo? Ajo mund të ketë disa arsye pse nuk ndodh, por e parë në këtë plan, sidomos aty ku marrëdhëniet janë pak kanë qenë të brishta apo të vështira,
sepse të vish deri në këtë pikë tregon se nuk kanë funksionuar marrëdhëniet, pra nuk ka patur një harmonizim dhe ka munguar pikërisht kjo lloj qasje që ju po thoni, pra që mund të ishte e kultivuar, domethënë mbi baza të shëndosha në brenda familjes. Pra ka ardhur si rrjedhë e konflikteve, sepse normalisht po të ishte një situatë që nuk do kishte shkuar as në gjykatë, po do ishte zgjidhur pikërisht në strukturat pak më përpara gjykatës. Por kjo vjen si rrjedhë shumë arsyeve, sepse pasja e një ekonomie apo marrja e një prone, sidomos kur janë shumë antarë, nuk shihet vetëm në nivelin ekonomik ose pronësor, shihet edhe pak në atë rolin e pushtetit personal, e zotërimit personal, e dominancës personale brenda kësaj familjes. Dhe po ta shikosh, të gjithë antarët e tjerë të fisit ka një lloj stepje, një lloj distancimi apo frenimi në raport me kushëririn që thotë zonja. Shiko, edhe sikur zotëria kishte të drejtë, duke parë në këto kushte, imagjino, janë zhvendosur në një ambient të kondicionuar dhe zonja ka vapë, sepse temperaturat janë të tilla. Imagjino, domethënë që ajo nuk rri gjithë ditën në një lokal. Ajo është në qiell të hapur. Imagjino, domethënë se çfarë ndodh me një person që vuan nga tensioni. Pra, këtu nuk futet fare marrëdhënia njerëzore dhe aq më tepër marrëdhënia familjare, është gjak. E ke motor. Po është ajo që po thoni ju, unë e mbështes plotësisht, por këtu po mungon empatia, jo vetëm familjare. Pra, që mund kemi një empati të thelluar brenda familjes, po mundon dhe empatia njerëzore dhe humaniteti njerëzor. Po pra, humaniteti ku është në këtë moment? Ne shohim një qenë në rrugë i cili ka vape dhe mundohemi t'i japim pak ujë dhe ushqim. Sepse ne po shikojmë dhe një formë tjetër. Sapo morëm një lajm që çuni pra djali Xhaxhait është në Itali, pra shtëpia aty mund të qëndrojë bosh. Pra qëndron bosh dhe nuk lejohen familjarët e tjerë të qëndrojnë brenda në shtëpi. Edhe pse je në një mes të konfliktit, edhe nëse ti e ke fituar me të drejtë në gjykat, ti mund t'i japësh të drejtën të jetojnë deri në momentin sa të fuqizohen pak ekonomikisht dhe këto më pas të shikojnë dhe opsione tjera nëse nuk ju takon e drejta për pronën në cilën janë. Po kjo tregon pra një ndjenjë shumë të fortë, irritimi dhe inat. Këtë nuk arrit ta kuptoj. Edhe sikur e drejta tjetë me ty, jo që ashtu si që tregon zonja Parime nuk ka asnjë lloj të drejte, pavarësisht se nëse kemi zërin tjetër, po do mundohet Anila për ta kontaktuar. Prandaj po them, mund të jetë një lloj, po them unë, hakmarrje ndaj tyre për shkak të përshkallëzimit që mund të kenë patur situatat e tjera, por ne po zbresim pak në atë nivelin që ne duam, pra në nivelin empatik, që edhe nëse do i kishte fituar me të drejtë në gjykat, pra sepse këtë ne nuk e dim se janë çështje edhe procesi gjykate që i zbar më mirë gjykata se kushdo tjetër, por edhe nëse procesi ai e ka fituar me të gjithë të drejtën e tij, pra ajo empatia duhet ta lejonte këtë familje të jetonte brenda atyre mureve ku kanë jetuar për 20 apo 30 vitesh, sepse vetë personi për momentin është në Itali, jashtë vendit edhe pra shtëpia po qëndron bosh. Dhe kjo në një farë mënyrë bëhet vetëm thjesht për të mos lejuar këtë familje për të jetuar. Edi, më the pak më përpara që kanë qenë historikisht marrëdhënie të brishta, unë do thoja edhe marrëdhënie konfliktuale, sepse të bësh shkaktare dhe i divorcit të zonjës 65 vjeçe nuk është e kollajt. Atëherë, si ka mundësi që në këto marrëdhënie të brishta apo konfliktuale, siç e mendoj unë, zotëria të thotë që dëgjoj se ky Xhaxhai ma ka lënë mua kur ai kishte 5 vajza. Dhe të 4 hoqën dorë dhe ja lam vetëm zonjës Parime, edhe për shkak se ajo ka qëndruar gjithë jetën me prindin, madje është martuar edhe në derën e prindërve. Ka diçka që disa gjëra unë i përmenda pak më parë, po shtoj edhe këtë elementin tjetër. Ne nuk kemi funksionuar, gjithmonë ne kemi besuar, sepse kemi ecur gjithmonë me besimin ke njëri tjetri, por pa një letër përpara, siç e ka mund tani. Dhe besueshmëria është një marrëveshje morale që kanë dy njerëz me njëri tjetrin. Dhe shpesh herë kanë ecur mbi besën ta shquajtur si një ndër, po themun, pikat më të forta të vlerave që ka patur domethënë në traditën e vet shqiptare. Por duke qenë ta thash edhe pak më parë, brezat e cilët kanë ardhur, sidomos ato njerëz që kanë emigruar, duke jetuar në një vend perëndimor, pra një ndër arsyet, domethënë duke parë këtë individualizmin dhe distancimin pra nga pjesa tjetër e familjes, pra kjo ka krijuar pak atë ftohjen dhe ti shohësh gjëra domethënë në një prizëm shumë individual, pra pa e kujtuar këtë rrugtim ose këtë të kaluar. Dhe shpesh herë kjo bëhet një ndër arsye që në momentin që kthehen, shpesh herë bëhet një burim konflikti dhe me motrat dhe me vëllezërit. Së dyti ka një element tjetër që duke qenë se brezat e kaluar, domethënë shumë gjëra e kanë patur barë, sepse gjërat kanë qenë ndarë në bazë të fisëve apo familjeve më të mëdha, emri më i madh përfaqëson edhe gjithë fisin, shpesh herë nuk ka arritur më pas të bëj proporcionin e barabartë midis gjithë anëtarëve në mënyrë të barabartë. Dhe po ta shikosh, ne akoma vuajmë, për shembull, ke shumë njerëz që mund të kenë 2, 3, 4 dekada, të cilët janë gjyq për një cop tokë, për një cop shtëpi, për gjëra të tjera që
u del emri gjithë farefisit. Pra, që ti të gëzosh shtëpinë tënde që mund ta ketë lënë babai, duhet shkosh ende në fizë të marrësh firmën e një antari të farefisit, që ndoshta nëse ai nuk jeton detyrohet që ta marrin nga personi të dytë ose të tretë, apo për shkak që sot kanë lënë për shembull dhe autorizime apo prokurime këto që janë jashtë vendit, pra dhe kjo bën vonesa, bën vështirësi dhe krijon pikërisht këto përçarje që njerëzit vazhdojnë. Megjithatë, unë doja edhe një herë nga regjia të më ofronte të gjitha pamjet që na ka sjell nga vendngjarja Anila, edhe humbja e orendive, ma nxirni pak edhe në wall, se duhet ta komentoj me psikologun, pra gjithë jeta dhe mundi jot janë të shkatruara dhe derisa të vendosi gjykata Edi, ja dhe porta gri që duket aty që është vendosur, mundet të jetë shkatruar gjithçka që ne shohim në këto momente. Unë nuk e di, këto pamja a do ta kënaqin zotrin që është djali Xhaxhait, thash edhe një herë quhet vlla djali Xhaxhait, teksa i shikon të gjitha këto pamje, megjithatë dua të ndaloj pak edhe tek babai i fëmijëve. Në këtë situatë të vështirë, kur ti ke pasur dhe i ke lënë diku rreth moshës 6-7 vjeç fëmijët e tu. Zonja thoshte sa herë i takonte në rrugë fëmijët, se kështu për të ardhur dhe për t'i kërkuar kurrë. Ishte i papunë dhe asnjëherë nuk ka kontribuar. A mundet në këto momente t'i thrasin ndërgjegjës së babait për t'i qëndruar të paktën fëmijëve, pavarësisht se duhet t'i qëndroj pranë dhe ish gruas, nënës së dy djemve. Fëmijët ka një moshë të mindur dhe njëri prej tyre ka bërë zgjedhjen që të takojë babain, ndërsa tjetri nuk ka bërë një zgjedhje për të takuar me babain. Kjo tregon që ne kemi, pra, familja ka patur zhvillime shumë të vështira që nga momenti i ndarjes dhe kjo ka krijuar një lloj largimi, distancimi dhe pothuajse që babai ka qenë, po themi, një figurë inekzistente brenda kësaj familje. Normalisht fëmia duke u rritur dhe pra ka rritur më pas që të ndërtoj një lloj marrëdhënie me babain e tij biologjik. Por duke qenë se babai, edhe në këtë rast, nuk ka asnjë lloj të drejtë, pra nuk është shpyetur, pra nuk është marrë fare si një person, po themi, i trashëgimtar të pemës familjare, tregon që diçka ka çeduar. Pra personi që mund të ketë qenë në këtë rast djali Xhaxhait, ndoshta ka vepruar më herët, ka njohur pak ligjet më mirë, ka njohur proceset më mirë, ka njohur pak edhe mënyrën se si duhet të plotësuar doze për ta çuar në drejtim gjykatës dhe ka marrë firmat me autorizimet përkatëse edhe të babait tyre. Sepse nëse babai ka patur të drejtën në shtëpisë, detyrimisht do ishte një ndër personat e parë që do figuronte në gjithë këtë proces verbal të domethënë dhurimit, që mund të ja dhuronte edhe fëmijëve. Duke qenë se ai nuk figuron, tregon që mund ta ketë dhuruar kohë më përpara dhe nuk e ka bërë këtë ndërtim të fëmijëve. E kuptoj. Megjithatë nuk e di, a kemi lidhjen e drejtë për drejtë, ju lutem regjia nga Vlora. Jam në fund të emisionit dhe do lidhem me dyja zonjat, si me Anilën ashtu edhe me zonjën Parime. Atëherë, ke një këshill për zonjën Parime, si duhet të ruajtur gjaftësia në këto momente shumë, po shumë të vështira? Tani, kjo është një çështje që normalisht ajo për kërkon drejtën e vet dhe është mirë ta kërkojë në gjykatë. Pra, do ishte shumë e fitshme që kjo të bëjë në mënyrën më legale të mundshme, pa krijuar këto tendencat e përplasjeve fizike që normalisht do përshkallëzonin më tepër problematikat e tyre. A duhet ta flasë apo jo me djemt, se i është shmangur? Kjo është një çështje kritike, se duhet me parë gjithmonë pak edhe gjendjen e djemve sa të përgatitur janë për të ulur për ta diskutuar dhe duhet me parë gjithmonë dhe pozicionimin e zonjës në këtë rast. Djemt, pra, mund të vihen në djeni, se pak a shumë ato e dinë se kanë dalë nga një ambient dhe një farë mënyrë që e dinë realitetin, pra, dhe arsyet sepse kanë dalë. Por sa i përket vazhdimësisë, sepse ne dëgjuam zonjën që mund të jenë në momente pak të vështira dhe suporti më madh që do ishte të flisë me djemtë dhe normalisht të marrë aksesin të shërbimin psikologjik në këtë rast, secili nga fëmijët të paktën për të marrë atë kujdesin, po them, e shtuar apo kujdesin primar në aspektin psikologjik, sepse Vlora ka profesionistë shumë të mirë, pothuajse në gjitha institucionet, pa aq më tepër dhe në shërbimin spitalor ose ambulativ që mbulohet nga psikologët. Dhe së dyti, është e rëndësishme që të paktën për këtë kohë të kujdeset në mundësitë e veta, të shtoj kujdesin ndaj vetes, sidomos në ambientet ku ri, dhe të kërkoj më tepër ndihmë përtej atyre 2 muajve që është caktuar nga bashkia, pra të bëjë gjithmonë kërkesën për të marrë ndihmë, ndoshta edhe një banesë sociale, ndoshta një ndihmë ekonomike, për të arritur sadopak për të zbutur momentin që janë dhe në vazhdimsi për të pritur dhe masat e reja që do merren për çështjen e pronës. Qartë, Edi, të falenderoj, përpara se të falenderoj edhe zonjën Parime dhe kolegen tim Anila Akmataj. Anila, jemi në fund, unë do ta mbyll me thirrjen e zonjës Parime për gjithë ata që po na ndjekin drejt për së drejti. Diçka e fundit nga ana jote, të lutem, se më duhet ta mbyll.
u trishtova pak sepse gjatë kohës që ju ishe duke komentuar, unë isha duke zhvilluar disa pyetje të lehta zonjës Parime dhe më bëri përshtypje një shprehje e saj e cila thotë është familjen tonë është zbatuar kanuni i Lek Dukagjinit, sepse po e pyesja në lidhje me marrëdhënien e saj me ish bashortin, a e kishte telefonuar ndonjëherë pas kësaj ngjarje, a e kishte kontaktuar me ta, a e kishte pyetur se si ishte, dhe më tregoi që tek shtëpia jonë thotë është zbatuar kanuni i Lek Dukagjinit sepse bashorti përpara se të largohej, i ka shprehur zonjës se unë do largohem, nuk e zgjat dot më këtu në këtë familje sepse ju jeni në konflikt pronësor. Ndërkohë që ju jeni vetëm vajza, nuk keni trashëgimtar nga babai juaj të seksit mashkull, unë kam 2 djemë dhe nuk kam çfarë të trashëgoj. Pra në një farë forme ka qenë një revolt e tij që është bjerë dhe paksa keq, pa shtëpi, pa një pronë të tij të trashëguar ndoshta edhe ai nga babai i tij apo nga paraardhësit e tij, ndërkohë që ishte futur në një banesë që ishte në pronësi të zonjës dhe e trashëguar nga ish vjeri i tij ndjer. Qartë, faleminderit Nila. Nga rastin të bëj një cilë institucioneve në qytetin e Vlorës, sepse ne na ndodh që si gazetarët jemi në terren dhe të raportojmë ngjarje fatkeqësi shumë të rënda, të cilat kanë ndodhur edhe për shkak të konflikteve fizike që kanë ndodhur, qoftë edhe me prona toka, pra toka bujqësore apo toka të cilat kanë qenë djerë dhe nuk kanë punuar, jo nuk për një shtëpi. Kështu që bëj thirrje institucioneve të reagojnë menjëherë dhe të japin verdiktin e duhur ndaj zonjës dhe palës tjetër që pretendon se e ka këtë banesë për mos agravuar situata dhe për mos që në një lidhje tjetër drejt për drejt për të raportuar për ngjarjet kronikës së SES. Faleminderit Nila, ta shpresojmë të mos ndodhi kështu me rastin konkret. Zonja Parime, jemi në fund të këtij emisioni, do ta mbyll me apelin tënd. Po. Do të thoni, Xhaxhai im është futur kot në këtë, se ne kishim shtëpinë tonë. Ai shtëpinë e tij, ai s'kishte asnjë lloj dokumenti, dhe i thoshte babait tim, kur të vdesësh ti te ti s'ke djem, un kam djem, kur të vdesësh ti pronë tënde dhe ka fëmijë. Dhe këtyre është fiksuar kjo gjë. Qartë. Është veritacion që ne do kalojmë, ne do zbatojmë amanetin e babait. Po mi babai që ishte një piranet, njëri që pinte gjithë ditën dhe priste kot, kërkonte një diçka që si ta konte. Po këta, çfarë kërkojnë këta? Mo kjo mund të përshtypje. Dhe mund të kërkojnë motrat e mia që janë tamam deri rritur aty. E ka shkruar babai, më kërkonin nga ai që s'ka lidhje fare me bashkëtimin time, me pronën time. Qartë. Në këtë fund emisioni, kujt do t'i bësh thirrje zonja Parime? Po i bëj thirrje institucioneve dhe përmbaruesve të marrin vendime të ashtu dhe policave, të sillen mirë me njerëzit, të sillen mirë dhe mos të sillen në atë mënyrë se pataksen gjithë lagjen atje, kanë bërë një terror të papar, merren 20 burra me një grua me një nënë me 2 fëmijë, është turpi i Zotit. Në çfarë shekull po jetojmë? Faleminderit edhe një herë për prezencën tënde me anë të këtij momenti të vështirë që po kalon së bashku me djemtë e tu. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në televizionin News 24, njëkohësisht kemi qenë live edhe në Radio News 24. Vazhdoni jepni mendimet dhe opinionet tuaja në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisionin Me Zemër të Hapur, aty përveç komenteve në lidhje me temën e ditës, mund të bëni edhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Keni në dispozicionin tuaj numrin e telefonit fiks dhe atë celular, mund ta shkruani në gjitha platformat WhatsApp, Viber, Messenger. Kjo është faqja jonë zyrtare që shfaqi regjia në këto momente e Facebookut, automatikisht kalohet edhe në faqen tonë të Instagramit. Të gjithë ju që nuk jeni përdoruesi rrjeteve sociale apo vini fizikisht pranë zyrave tona apo dërgoni letrat tuaja, ndodhemi në adresën Lagja Alidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plot e gjeni pas pak të hedhur në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jonë zyrtare. Klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkëndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vim. Deri atëherë miru takofshim.